Përfundoi viti shkollor për nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore. Tashmë Biblioteka e Tetovës bën përgatitje për sezonin e verës. Vitin shkollor dhe frekuentimin e nxënësve në bibliotekë. Drejtori Binas Pajaziti gjatë një prononcimi për televizionin Koha e cilëson si të kënaqshme. Interesimi i nxënësve për libra në bibliotekën e Tetovës dhe vizita që kemi pas gjatë vitit shkollor është relativisht i kënaqshëm. Kemi pas antarësi besnike të themi në një platforme, e cila vazhdon, mirë po gjatë periudhës së verës, normal me pushimet verore, ky intensitet bie. Ata që preferojnë të lexojnë dhe kanë hobi të lexorin, e vazhdojnë aktivitetet e tyre edhe gjatë pushimeve verore. Gjatë periudhës së verës intensiteti bie. Mirë po biblioteka do të funksionojë me kapacitet të plot. Janë dhe projektet dhe aktivitetet e ndryshme në kuadër të verës kulturore. Pra ideja dhe qëllimi është që të jemi sa më afër lexuesve, jo vetëm gjatë vitit shkollor, por edhe gjatë periudhave tjera edhe gjatë pushimeve. Të lexuarit është rekreacion, bile nxënësit mund ta shfrytëzojnë edhe gjithë të tjerët, mund ta shfrytëzojnë edhe më shumë gjatë kohës kur kanë pushime për të vrarë monotoninë, për të nxitur fantazinë e tyre me anë të leximit, e kështu edhe periudha e verës realisht duhet të jetë periudhë që nxënësit, studentët dhe gjithë kategoritë duhet ta vizitojnë bibliotekën edhe më shumë. Pavarësisht trendit të digitalizimit që ka prekur veçanërisht të rinjët në vendin ton, pasioni për leximin e librave nuk mungon. Kjo dëshmohet me shifrën e mbi 4.000 anëtarëve të rregullt. Të rinjt tanë dhe popullatën tonë i prek trendi i digitalizimit, i rrjeteve sociale dhe besnikëria e tyre dëshmohet nëpërmjet antarësisë. Mbi 4.000 lexues antar të rregullt që i kemi, 3.700 janë ato që frekuentojnë në vazhdimsi të lexuarit edhe gjatë periudhave verore, por edhe gjatë gjithë vitit. Nga Biblioteka e Tetovës thonë se nëpërmjet të verës kulturore, por dhe projekteve të tjera, ideja është që të jenë sa më afër lexuesve, ku gjatë periudhës së verës për dashamirët e artit, kulturës dhe leximit, por dhe për lexuesit besnik të kyçen sa më shumë në jetën kulturore dhe artistike.